Pas 8 dështimeve me radhë për konstituimin e kuvendit, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti i ka ftuar në takim kreun e PDK-s Memli Krasniqin dhe atë të LDK-s Lumir Abdigjikun. Takimin e përbashkët Kurti e ka ftuar për të enjtë në orën 8:30, pak para mbajtjes së vazhdimit të radhës së seancës konstituive. Në letrën që Kurti ja ka adresuar Krasniqit thuhet se qëllimi i konsultimit është konstituimi i kuvendit, zgjedhja e kryetarit dhe e nënkryetarëve. Duke u bazuar në kushtetut, 3 nënkretar do të jenë nga 3 partitë që fituan më së shumti ulse, andaj u ftoi për një takim të përbashkët edhe me zotrin Lumir Abdigjiku, kryetarin e LDK-s në sallën në 204 të Kuvendit të Republikës së Kosovës nesër enjte 1 maj 2025 në orën 8:30. Kryetari i LDK-s do t'i përgjigjet negativisht. Deputetja e kësaj partije Hykmete Bajrami i tha kohës se pozita e nënkryetarit që i takon LDK-s nuk është objekt diskutimi me asnjë parti politike. Pozita e nënkryetarit të kuvendit që i takon Lidhjes Demokratike të Kosovës është në bazë të rezultatit zgjedhor dhe nuk është objekt diskutimi me asnjë parti tjetër. Për më tepër, nënkryetarët votohen në pako nga kuvendi sipas praktikës së deritanishme. Ndërsa zgjedhja e kryetarit të kuvendit është çështje e marrëveshjes politike mes partive që synojnë të krijojnë shumicën dhe Lidhja Demokratike e Kosovës tashmë e ka bërë të qartë se nuk është e interesuar për një marrëveshje të tillë. Në PDK nuk treguan se si do të përgjigjen në ftesën e Kurtit, por të premten e shkuar Krasniqi deklaroi se nuk do të shkojë në ndonjë takim që mund ta ftojë kryetari i LVV-s. Jo, s'ka absolutisht, s'ka arsye me na ftu Albin Kurti, nuk ka mandat me na ftu. Ai është vetëm një deputet. Është deputet. Po s'ka nevojë me na ftu me marrë vesh, duhet me ardhë me propozu dikon tjetër. Nuk po dëshiroj unë me ja imponu atij kandidatin. Let provoni, ka 48 deputet. Të martën, pas dështimit për të 6ën herë që të votohet për kryeparlamentare kandidatja e LVV-s Albulena Haxhiu, deputeti i kësaj partije Hekuran Murati ka propozuar që votimi i kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit të bëhet në pako. Mirë po, kushtetuta e përcakton se kryetari i kuvendit dhe nënkryetarët zgjidhen ndaras. Të enjtën në orën 10 kuvendi do ta bëjë përpjekjen e 9 për konstituim.